Shohim dhe le të themi pikat e fundit ku siç thash pika 20 mos gaboj është ajo që flet për hapjen e mundësisë për një shtet palestinez, ju lutem faqe tjetër e planit, pikërisht kur ndërtimi i Gazës të ketë përparuar dhe programi i reformës Autoritetit palestinez të jetë zbatuar, kushtet mund të jenë në vend për një rrugë të besueshme drejt shtetësisë palestineze, e cila njihet si aspiratë e popullit palestinez. Të paktën amerikanët e njohin këtë si drejtë të palestinezëve apo jo? Është diçka e rëndësishme kjo pikë? Presidenti Trump jo, nuk është shprehur ndonjëherë në favor të shtetit palestinez. Po supozojmë që ky plan të jetë i amerikanëve apo jo? Dhe besojmë dieninë e Trump. Po themi që vetë Trumpi nuk është shprehur ndonjëherë me gojën e tij në favor të shtetit palestinez. Pastaj sa gisht ka Trump në këtë formurimin e këtij plani, edhe sa gisht ka Witkoff, edhe sa është i përfshirë Departamenti i Shtetit, kjo është çështje tjetër. Nga wording, nga mënyra e ndërtimit të fjalive, mua më duket si punë jo profesionale fare, domethënë sikur nuk është bërë nga ekspertë të Departamentit të Shtetit, por është bërë nga njerëz që mund të jetë ekipi i Witkoffit që janë amatorë në këtë punë. Por unë për koincidencë po shikoja dje një video të vitit 1977 kur Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit, ka qenë 28 vjeç dhe po të njëjtat fjalë që thot atje, thot edhe në cilësinë e pretenduesit për kryeministrin e Izraelit. Që në atë kohë, pra gati më pak se në një tur në Amerikë që shpaloste idetë e tija dhe i kërkonte përkraj opinionit amerikan, Kongresit, Senatit për ta mbështetur atë si politikan. Dhe ai thot, nuk ka nevojë për një shtet 22 arab dhe nuk ka nevojë për një shtet të dytë palestinez. Palestinezët kanë shtetin e tyre në Jordani, po duan të shkojnë në Jordani. Dhe ai qëndrimi atëherë dhe sot është i pandryshueshëm dhe nuk është vetëm i Benjamin Netanyahu. I pandryshueshëm pavarësisht se administrata amerikane ndrohen? Pavarësisht këtu dhe një pyetje tjetër, nuk e di nëse e përmend apo jo. Kush komandon? Sepse sipas Tucker Carlson, Netanyahu bredh nëpër Izrael dhe nëpër linjën e mesme dhe thotë që jam unë që e kontrolloj zotin Trump dhe Amerikën. Nuk ka njëri si për me. Me që përmende këtë ambasador, shikoni kemi një video shumë interesante që vjen nga plazhi i Tel Avivit dhe është, le të themi, një nga parullat që aktivistë të drejtë njeriut në Tel Aviv kanë bërë për Netanyahu dhe Trump. Shikoni këtë në një farë mënyrë e karikaturë, është pamje me dron nga lartë, Netanyahu që i ka futur hundën në sy Trump dhe parulla slogani është kujdes mos të bëj më budalla sërish. Çfarë do të thotë kjo? Shikoni, është një pamje shumë interesante nga lartë dhe që tregon edhe një herë atë që pavarësisht gjithave këtu kemi të bëjmë një vend demokratik ku protestohet edhe ndaj një kryeministri për atë çfarë po bën në Gaza. Po, ndërkohë po është një njëjti opinion publik që 82% e cilit përkrah masakrën në Gaza. Domethënë këtu mund të jetë 10%, 12% e popullsisë Izraelit që ka bërë këtë në bregun e Tel Avivit apo ku në plazhet e Tel Avivit, nga plazhet e Tel Avivit. Pra, patjetër që ka një përqindje të Sot kush do ta komentoj takimin, ambasador? Netanyahu apo Trump? Në optik, nga ana vizuale, padyshim që është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai do të fitojë pikën maksimale. Mbas takimit, të gjitha përfitimet do shkojnë për Izraelin. Ndërkohë kam dhe artikuj që ka sot CNN, po ta shohim, CNN i kushtoni vëmendje veçantë pikërisht takimit Trump dhe Netanyahu për të mbajtur takimet vendimtare në Gaza, ndërkohë është një artikull më poshtë që më bëri përshtypje, është një analizë. Ndoshta Trump premton diçka të veçantë në Gaza, ndërsa zyrtarët izraelian deklarojnë se Netanyahu ka rezerva rreth planit të paqes. Bëhet fjalë për planin për 21 pikash. Që do thotë ambasador, si e shikoni takimin e sotëm? Do jetë sërish një takim më shumë me nota show apo mund të sjellë diçka konkrete? Nuk sjell asnjë gjë konkrete, është një show që gjithsekush i shërben bazës vetë politike. Po. Takimet të tilla, sikurse dhe iniciativa europiane për të njohur shtetin palestinez, kanë të bëjnë me një rritje të jashtëzakonshme të pakënaqësisë opinionit publik botëror ndaj asaj që po ndodh në Gaza. Dhe si pasojë e kësaj patjetër që do kesh një lloj reagimi, se nëse në Angli janë 73% e njerëzve që janë kundra Izraelit dhe janë pro Palestinës, patjetër në këtë situatë politike aq më tepër defektoze që ndodhet kryeministri britanik, do merrte këtë masë për njërin e Palestinës, e cila nuk ndryshon absolutisht asnjë gjë në terren. Edhe në këtë rastin e zotit Trump ka një fryrje të një situate në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku gjithmonë më shumë njerëz, lidhet edhe me vrasjen e Charlie Kirkut, gjithmonë më shumë njerëz, sidomos nga baza politike e Trumpit MAGA, të cilët vënë në dyshim përse Amerika do duhet të përkrahi kaq shumë një shtet
i cili në fund të ditës punon jo gjithmonë në interes të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra është një kosto për amerikanët. Është një kosto e madhe për amerikanët, qoftë në planin ekonomik, 6.4 miliardë dollarë ishin miratuar para 3-4 ditësh përsëri për ndihmë ekonomike ushtarake për Izraelin. Pra, në përgjigje të kësaj rritje të pakënaqësisë popullore, shërbejnë edhe këto takimet, planet, iniciativat që duket sikur po e shtyn për një farë kohe menaxhimin e kësaj situate. Nuk bëhet fjalë asnjëherë për zgjidhjen e krizave, vetë politika e jashtme e Shtetit Bashkuar të Amerikës është për menaxhimin e krizave sa për zgjidhjen.